unë kam i pyetje të fundit që është po këtu. Se tani, ky ka sulmuar ashpër dhe Papa Leonin. Po kjo është pastaj. I ka thënë që ti, i ka thënë, unë të zgjoda, pa që unë ti nuk zgjidheshe. Papa shikoj dhe ne kanë vënë një foto të bukur vetë mitë. Shikoni habitur, e kanë montuar, sigurisht montash, po Papa habitet shumë edhe kur e monton. Edhe kur e bën montazh, Papa habitet, e kupton. Dhe i ka thënë që unë të zgjoda, ti domethënë s'do ishe fare. Dhe pastaj pasi e ka sharë sulmuar shumë ashpër Papën, Papa Leonin, ka publikuar fotot të vetën si Jezus. Është bërë Jezus vetë. Po mos e ja tha dhe ajo zonja. Këtu është, ky është. Në zyro vale, ti Jezu Krisht. Dhe s'po e shumë mirë unë nga që... Po ai është. Është bërë Jezus. Po ngjall të vdekurin. Dhe po ngjall të vdekur, ha? Sinqerisht është. Tani ky është një problem për diskutuar tani, apo është për doktor? Sesim të një doktor? Apo themi në një gjë. Është diskutim për ne. Do të them në një gjë. Megjithatë, katastrofike kjo më. Papat gjithmonë thojnë fjalë për gjithshme. Prej se i majnë men atë sa kam djeni për dhe lexime për ta, janë kundër luftës. Se iqni o zotëri tani, si e iqni atë? Është. Papën e ri. Jo, është... Ai është zgjedhur tani vetë. Është kishë s'është Papa. Papa duhet të adhurojë atë. Më ka arrit deri në fas blasfemie, domethënë merret me zëvendësimin e figurës. Ky është vetë zgjedhur si Saliani që është vetë. Jo vetarë me prek njeriu kryesor të katolicizmit. Domethënë gjysma e paqes në botë realisht orientohet mbi fjalit dhe nga Vatikani. Absolutisht. Edhe ti me prek ato është, domethënë nuk e kupton arsyen sepse ndikon një pap në botë që e ndal kriminalitetin, mundohet me ndal varfrinë, ka parimet e veta kundër luftës, kundër të keqes e tjera. Dhe ti e sulmon është problem, se ai s'ka përmend me emër. Ka maj qëndrime dinjitoze. Papa Leo 14... Edhe mi thonë që ti je i majt, papës. Ti je i majt. Se ti e përkra politikin e majt, papës, mi thonë. Qa me thonë Tani, Papa Leo 14 sot është në Algjeri. Dhe Algjeria është vendlindja e Shën Agustinit. Një nga themelusit e krishterimit ose doktrinës, ose nga filozofët e mëdhej të krishterimit. Imagjinoni qa mesazhi sjell Papa Vatikanit. Në këtë moment vështirë, ku ne flasim për shkatrim qytetrimesh, për muslimanët që na duan, që s'na duan, Papa shkon dhe në emër lideri numër 1, figura numër 1, simboli numër 1 i krishterimit, ose të paktën i katolicizmit. Po unë besoj që është çik më shumë se sa katolicizmi. Shkon dhe ndërton ura bashkëpunimi me botën muslimane, me Algjerin, që ka jetuar një kolonializëm problem. Ka lajm tjetër. Po nuk mbarojnë po leta. Ka thënë që nuk ka dashur të dalë si Jezus, por si doktor që shëron njerëz. Dhe pastaj ka fshirë foton. Do me thënë... Po ne kemi ruajtur, si kur e ruan. Ja kërkuan dhe mbështetësit e vetë të ishte. I njëjti problem ka qenë edhe mandatin e parë. Zoti Ekipi, njëjtin problem. Presidenti Trump e pat mandatin e parë me Papa Bergoglio, nëse kujtohet, pat disa incidente. Edhe gjatë kësaj kohe, Papa Leo ka kritikuar disa herë retorikën e shtëpisë Barë që të distancohet dhe të mos përzi politike me religionin, se kjo ka qenë problemi. Dhe ndoshta, underground, ne nuk do ta trajtojmë ndoshta sot, po ka një përplasje shumë të hershme e cila përvjen sot, por ringjallet. Midis botës katolike dhe lëvizjeve ungjillore, të cilat që nga viti 1517 filluan rrugtimin e tyre në Europë, po që janë krejtësisht ndryshme protestantizmi europian me atë amerikan, ose më mirë le themi me sionizmin ungjillor, jo me protestantizmin amerikan, dhe këto po nxjerrin fytyrën më të ashpër dhe më ekstremiste. Faktikisht qëndrimet e papës kanë qenë tepër dinjitoze. Edhe për çështjen e vrasjeve të civilëve ka ngritur zërin, ka folur qartë dhe nuk është se ka lënë diçka në pikpyetje. Dhe mos harrojmë që bota katolike Krishterimi ka lind atje, se Trumpi mund të çodi ditë dhe thotë ka lind shtëpi time Krishterimi. Krishterimi ka lind. Jo, ai tha që duhet bëjmë edhe pap, tha. Dhe një nga krimet më të mëdha që bëri Izraeli, dhe ne kemi fol shumë pak, javën e parë në Gaza ka shkatruar një nga 3 kishat më të vjetra të krishterë në botë. Javën e parë ka qenë në Gaza. E vërtetë është. Kështu që është shumë rrëmuj për të folur politikisht në një moment që përzihet ekonomia, përzihet religioni, ekstremizma pafund,
Këto lloj fashizmat ideologjik që nuk ka histori që nuk ka vijë logjike që të çon në një përfundim. Por kjo është kulmi, domethënë, të sulmosh papën pa të bërë asgjë të keqe, ky është kulmi. Përveç asaj, shoqërohet edhe një foto shumë etike u përgjigj. Unë nuk jam personalitet politik, po jam personalitet moral. Dhe fakti që ti merresh me mua, do të thotë që ke humbur moralin tënd. Allah të vëshit të vejke punda ne. Më them që këtu, se dite Shtu si pare po javës, flasim na nuk do rrim në të Amerikë. baton këthem që sikur dollë. Jo, ne s'kemi gjë, falë, se e lëshoj Vitali, kështu si po flasim ne dhe s'dojmë në Amerikë, nuk kemi gjë me Amerikën në Amerikë, se du të me përmënd shpesh herët, se flasin shqiptarë, ne kemi me trampizmin, zotëri, se trampizmi është fashizm, kaq, dhe Amerika është e para që do shpëtoj nga trampizmi, se ne jemi largë. Po Amerikën e kemi aleate, nuk ka lidhje fare pjesë. Të bëjnë. Ku Klux Klan. Tani unë them që të nderuar të shikues, popullata kaq e pranon si ditë e ende, kupton se shumë se kaq edhe nuk duhet ta Kërkesë madhe. kërkojmë. Kërkesë madhe. Shumë gjëra të Sidomos me lajmet këqija. Si këto Trumpit. Kjo botë tani Luftës. kështu është e mbushur tani të gjitha, po ai gëzohet më për gjitha këto që bën. Dy pjesë e këshim të në emisionin për sot me Orbanin e rezuan edhe Trumpi kontriboj shumë për rëzimin e Orbanit, bashkë me Putinin. Iku i shumë. Erdi ku i riu edhe shojmë tani, do të ketë zhvillimet në të ishme aty. Pjesën e dytë për luftën folëm, Trumpi doli aty në gjithë luftën. A i api, a i për vazhdonet, të shojmë tani, ndërruar të shikues, unë falenderoj shumë, në ditët i do vinde, do flasim gjerësisht. Kjo është tema nga më të rëndësishmet. Do të mund qitet e vetëm karburantet të nafsat e Amerikës tani, e kupton? Të blokohet e Hormuzi fare dhe të blien aty të gjitha. Dhe këta tanë duhet të kalojnë aty. Këta që furnizojnë me naftë. Grosistët tanë duhet të kalojnë aty. Po aty janë, për shembull, miku im që ka mund shefjeti aty është, në Amerikë. Dhe të gjithë këta aty do vend tani, të marrin naftë. Hapet kanali tjetër o burë tani, se kanali është kjo botë. Faleminderit shumë, faleminderit ndërruar të... Faleminderit shumë ju që në ndoqit dhe ju që... Por do të rëkisin tani se ju lirova pak më shpejt sot, e kuptova. Natën e mirë, shifemi të ejnëte.